Jemi rikthyer sërish në studio dhe diskutojmë në lidhje me vendimin e qeverisë shqiptare për të rritur pagën minimale nga 40.000 lekë në 50.000 lekë duke nisur nga 1 janari 2026. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Alban Zusi, sipërmarrës, kryetari i shoqatës së eksportuesve. Zoti Zusi, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Është më shumë kosto apo duhej, sepse normalisht ekonomia zhvillohet dhe pagat përjedhoi rriten? Në aspektin social, sepse paga minimale ka të bëjë me aspektin social. Në të kundërt është totalisht ndërhyrje pa duhur në treg. Por në aspektin social, gjithmonë tendenca për të mbrojtur shtresat në nevojë dhe shtresat të cilat edhe mund të mos mbrohen dot vetë, që janë pikërisht personat me pagat ulta, është një masë pozitive. Sepse në fund I shkon në ndim. Është një masë që shkon për të mbrojtur stresat të cilat nuk din të mbrohen vetë. Ta quajmë kështu. Sepse në treg ka sipërmarrës shumë të mirë, që punojësin e konsideron aset shumë të rëndësishëm. Dhe paga jashtëzakonisht dhe paga më të larta se 50.000 lekë. Po, patjetër, sepse unë e them me bindje të plot që mbas një niveli të caktuar investimesh në një kompani biznesit, aseti më i rëndësishëm janë njerëzit. Patjetër. Dhe ato duhen trajtuar mirë dhe me dinjitet. Por ka edhe biznesmen të cilët mund të mos e kenë këtë nivel ndërgjegjet, mund të mos e kenë këtë nivel të kuptimit që të paguarit mirë të punojësit në fakt është e ardhur, nuk është kosto, sepse ai të jep produkt më të mirë, ai është më besnik tek ty. Investim më gjatë. Po, ai të qëndron më gjatë në punë, ti nuk ke nevojë të ritrajnosh njerëz çdo 2 vjet, sepse nuk ke largime etj. Janë kosto të tjera ato. Dhe në këtë kontekst kjo kategori biznesmenësh mundet që edhe të abuzojnë me pagën minimale dhe të paguajnë punojësit jo ashtu siç duhet. Dhe në këtë kontekst është gjë e mirë. Nga ana tjetër, rritja e pagës minimale thjesht nga një zyrë e Ministrisë Financave, duke bërë një Excel që duke rritur pagat minimale kaq, tatimi kontributet që na rriten janë kaq dhe ne marrim ato që na duhen, kjo nuk është gjë e mirë. Pra, do duhej që paga minimale të kishte një studim dhe të mos ishte unifikuar gjithkund, se ne të gjithë e dim që nuk mund të jetë një lloj paga minimale në Tiranë dhe paga minimale në Gramsh apo në Puk. Qarqeve apo qyteteve, apo sipas sektorëve? Edhe sipas sektorëve. Të dyja. Edhe sipas rajoneve gjeografike. Sepse kemi koshient. Tirana ka përshtypjen s'ka nevojë për një pagë minimale. Në Tiranë ti nuk ke nevojë për pagë minimale sepse njerëzit janë duke kërkuar njerëz të punësuar dhe unë nuk e di a ka biznese që paguajnë me pagë minimale. Nuk besoj. De facto. Sepse të gjithë po kërkojnë. Po, me letra mbase edhe paguajnë, por... Po, por de facto nuk besoj se është. Ndërkohë që në Kuks, apo në Puk, apo në Gramsh, apo ku di unë, nuk po i etiketoj për kështu, por janë zona pak më të marginalizuara nga industritë, nga bizneset e tjerë. Ka njerëz të cilët kanë edhe të ardhurat dytësore, sepse kanë edhe një ferm, kanë edhe një ekonomi familjare, mbajnë edhe një pule, një diçka tjetër. Dhe ai mund pranoj të punojë edhe me 350.000 lekë, edhe me 400.000 lekë. Dhe punon, i mjaftojnë sepse ka dhe të ardhurat të tjera. Sepse në këto lloj vendesh ti mund të mbash një ekonomi familjare edhe në qytet. Në këto vende, tani ta detyrosh atë biznesmen, atë biznes që është atje, që t'i arrisësh koston e para punës për t'i dhënë 100.000 lekë më shumë, e dyta për të paguar edhe 50.000 lekë më tepër, apo 30.000 lekë më tepër, që është kjo, ti në fakt o po e shtyn atë drejtin formalitetit, po e shtyn të gënjej që t'ja kërkojnë mbrapsht punojësit, ose do e shtysh kur ai është i ekspozuar, siç mund të jetë një fabrik me 50-60 punojës që është i ekspozuar ndaj kontrolleve tjerë, ai do jetë i detyruar që ndoshta një kategori, ato që janë më pak performant, t'i pushojnë nga puna. Mund t'i shkurtojnë nga puna sepse i rrit shumë koston, nuk ja del ndot. I rrit shumë koston. Ashtu e mendon ai, sepse, mund ketë mënyra, po. Dhe, në fakt, në vend që t'ju bësh mirë, ju bën më shumë dëm. Qoftë për punojësit, për këto punëmarrës, të cilët kanë nevojë edhe për 400.000 lekë rrogë. Kanë nevojë edhe për 450. Patjetër. Edhe 450 është rrogë shumë e mirë për to. Mirë, po kur ti e detyron këtë, që ta çoj 500, e të rrisi edhe ca sigurime pastaj atje,
ti edhe këti biznesit që ne duam t'i qojmë në për zonat të tjera, dhe më thanë, objektivi i qeverisë duhet t'jetë decentralizimi i bizneseve, nuk mundet që gjithë ekonomia t'jetë përqendruar në Tiranë Durrës. Dhe t'jetë njësoj pa ti. Po, duhet t'a qojmë, duhet t'a decentralizojmë. Por në këtë mënyrë, ti kundrafavorizon decentralizimin, sepse e arrit në mënyrë, e përqendron akoma më shumë këtu, sepse e arrit në mënyrë artificiale koston këtyre bizneseve të cilët me heroizëm po vazhdojnë, punojnë në për zona, le të themi, më të largta, ku nuk kanë akses me njëhershëm me institucionet, me tregjet e me tjere. Pra, ato duhen mbështetur, por jo t'i penalizojmë për të arritur në mënyrë artificiale, sepse në qofë se pa rritur produktivitetin, sepse në qofë se aje ka nërmë me avanë 500 do ja japi 500 baroj historia s'kemi problem. Po kur aji e ka gjetë punojësin që është i knaqur edhe me 400-ën, apo edhe me 450-ën, dhe ne në mënyrë artificiale ta detyrojmë të shkojmë këtu, nuk është mirë. E para. E dyta mund ketë ca sektor të tjerë të cilët mund të rregullohen edhe me një pak poshtë kësaj. Fasonët për shembull që jo vetëm është pikërisht ajo politika sociale që u përmendën në fillim zotë Zusi, jo vetëm që punson një kategori të caktuar, jo shumë të shkolluar, por punson më shumë ti në zonat rurale që është e vështirë të gjesh një vend pune. Eksakt. Dhe ku të thash edhe një herë, punojësit, unë kam edhe në normarinë time, kam plot punonjës që kanë pula, kanë tokë, kanë pemë, kanë ulli, kanë gjëra tjere. I sigurojnë ato gjërat baza tje, ju duhet, ai 400.000 lekë që ju duhet për të bërë këto pazaret e tjera që nuk ja prodhon toka, nuk ja prodhon ekonomia vetë, dhe është i kënaqur me atë. Tani, në momentin që ti krijon këto lloj sforcimit, mundet që ta lësh edhe pa punë atë. Ose bën që bizneset të mos akumulojnë mjaftueshëm për të rritur dhe për të arritur në mënyrë të natyrshme pagën. Sepse çdo biznesmen me mend kokë, atë që akumulon e reinveston. Dhe duke e reinvestuar, në fakt që ndodh, o hap një vend tjetër punët, ose rrit pagën. Rrit teknologjinë, po, bëhet më konkurrues, duke u bërë më konkurrues, natyrshëm që i rrit pagat e tjere. Janë zinxhir. Pra, në këtë kontekst, unë do të doja që ne nuk kam problem me vendosjen e pagës minimale, si masë sociale, absolutisht, shumë mirë, çdo lloj mase sociale unë e mbështes, dhe kjo është masë sociale. Por shqetësimi im është me mënyrën e të bërit lamsam të politikave ekonomike. Minimumi duhet një studim. Duhet një studim. Jo vetëm efekti tek skema pensioneve, por në gjithë ekonominë. Mos lidhja midis produktivitetit dhe pagës, ajo është më rëndësishme. Unë e kam thënë gjithmonë, vazhdoj ta ripërsëris. Sistemi fiskal në radhë të parë duhet jetë një guid nxitëse për zhvillimin ekonomik të vendit. Ky duhet jetë qëllimi parësor është që të garantojmë, qëllimi parësor është që të garantojmë shërbimet e domosdoshme, spital, ushtri, shëndetësi, arsim. I dyti duhet të jetë guid, sistemi fiskal duhet të jetë guid për të orientuar drejt zhvillimit, për të nxitur drejt zhvillimit, që ti të paguash më shumë taksa për shkak të rritjes, jo për shkak se unë jam këtu, unë jam tek burimi, unë e kam traun dhe unë e uli dhe e qoj sa të dua unë. Kjo nxitje, zoti Zusi, bëhet me incentiva fiskal, për shembull, jo të ketë diskriminime apo të ketë edhe ndarje me sektorve, por të ketë realisht incentiva mbasen përmjet taksave më të ulta, detyrimeve. Forma ka nga më të pafundmet. Format janë nga më të pafundmet, por përsëri edhe këto dojnë studim. Pra, duhet patjetër të krijojmë një drejtori, një entitet, një agjenci të bërjes politikave ekonomike, se nuk mund të eci ky vend me politika të decentralizuara të zhvillimit ekonomik. Ministria e Bujqësisë bën ca, ekonomia bën diçka tjetër, ajo tjetra bën diçka tjetër, turizmi bën vetat, mjedisi bën vetat. Duhet kemi një mendje, duhet kemi një tru dikum. Një këshill mbase. Duhet jetë dikur ka qenë ai komisioni i planit shtetit, i thonin. Edhe Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë një tip komisionit të mëndshëm. Duhet ketë një komision që bën politikat, orienton politikat fiskale, taksat, sugjeron, përmirëson mbi bazën e analizave. Duhet ketë njerëz atje që të punojnë, edhe në qoftë se nuk punojnë aty, duhet të jenë njerëz që dinë me avan punën për ta bërë një universitetit apo një zyre private që bën analiza apo diçka tjetër. Pra truri, edhe duhet shkojnë atje dhe vendimet duhen marrë mbi bazë analizash.
dhe të themi që kemi kaq para që mund t'i grumbullojmë, apo jemi duke grumbulluar sot? Jemi duke grumbulluar 3 miliard euro për investime. Pra masi kemi marrë 3 miliard euro për shëndetësinë, për mbrojtjen, për arsimin, për policinë, i kemi mbaruar këto, sepse këto janë shërbimet e domosdoshme bazike të shtetit. Atëherë kemi edhe 3 miliard euro tjera që duhen t'i hedhim për investime. Tani, ku na rikthehen më shpejt këto para? Dhe ku bëjnë më mirë? Dhe ku krijojnë rikthimin e investimit? Dhe ku përmirësojnë më shumë jetën sociale të njerëzve dhe ku impaktojnë për të zbutur ato problematika që po ne bëjnë njerëzit ikin nga ky vend. Atëherë, kur të vendosim objektiva, çfarë duam të bëjmë? Duam që njerëzit t'i mbajmë këtu, duam që njerëzit e mençur t'i mbajmë këtu dhe mundësisht t'i kthejmë, duam që të zhvillojmë ciklet tona të prodhimit, por mbi bazën e lëndëve tona të para, jo të bëjmë gjysma produktesh me lëndë para që na vinë nga diku jashtë. Edhe ato që prodhojmë këtu, jo i prodhojmë, po i nxjerrim këtu, i çojmë bruto. Po, ose ato që i prodhojmë këtu, mos i çojmë gjysma siç thuti, por t'i çojmë të përfunduara. Pra, po kjo është një analizë e tërë, kjo don stafe. Dhe unë nuk them që ne të marrim 100 veta analist dhe t'i fusim punë shtetit aty. Por ne mund të marrim edhe 20 veta, 30 veta, të cilët ju japin punë 20-30 vetave të tjerë në për shpërndahet rjeti. Një universitetit i thu, ti do më bësh analizën e X sektorit. Një universitetit tjetër i thua, ti do më bësh analizën e filan objektivit. Si mund të realizoj këtë objektiv? Një dikuj tjetër, një qendër tjetër kërkimore shkencore, mund të bëhen 10 veta, mund të mblidhemi ne bashkë. Mund të mblidhemi grupe dhe bëjmë një qendër kërkimore shkencore me 10 veta dhe themi, ne jemi specializuar në këtë punë dhe ne marrim përsipër që të prodhojmë një politikë ty për X objektiv tëndin. Pra shpallen objektivat. Edhe arritin rezultatet. Dhe arrihen rezultatet. Dhe mbi bazën e kësaj fillojmë dhe shpërndajmë parat. Dhe do e kuptojmë që nuk bën sens që 90% të taksave që ne marrim i çojmë për ndërtim. I çojmë për rrugë, për tunele, për trotuare, për lulishte. Nuk ka asnjë lloj kuptimit. Ne duhet i çojmë për të nxitur zhvillimin dhe do ta shohim që ky 3 miliardëshi do të na bëhet 6, 7, 8 shumë më tepër, sepse do fillojnë të prodhojnë, do na ngelen njerëzit këtu, do na ngelet inteligjenca këtu. Njerëzit e zgjuar prodhojnë shumë më tepër se sa mjetet. Njerëzit e zgjuar prodhojnë më shumë se sa makinerit. Kështu që ne këtë duhet bëjmë. Truri. Mundet, zoti Zusi, që sektorët e ekonomisë tonë, që aktualisht janë ose pak të zhvilluar, ose as pak, sikur se mund të jetë një përpunimi. Përpunimi flas edhe produkteve bujqësore, pse jo, por edhe prodhimi, industria e rëndë. Ne aktualisht ekonominë tonë kemi përqendruar tek turizmi, ndërtimi, bujqësia është gjithmonë në tkurje. Mund të jenë këta sektor që ofrojnë qëndrueshmëri dhe bëjnë atë që ju thatë. I mbajnë njerëzit tu, mbas edhe rikthejnë ata që kanë ikur. Atëherë. Ndjes, po e jap shembullin me gjëra konkrete. Po, më mirë. Sot në industrinë time, nga një baktie therrur, sot prodhohet ilaç përfundimtar. Pra produkt farmaceutik. Është një zinxhir i tërë që shkon atje dhe për ta bërë këtë është një doktor shkencash në kimi, është një doktor shkencash në farmaceutik, është një aspirant për doktor shkencash në bioteknologji. Pa ata se bën dot. Pa ata se bëj dot. Është një inxhinier mjedisor, është një inxhinier mekanik, është një inxhinier elektrik. Janë 2-3 bachelors në degë të tjera, në ekonomi, një tjetër në kimi. Pra, ja ku e kemi potencialin për t'i quar deri në fund. Përsëri brenda punës që unë bëj, nga një produkt i cili ishte sfidë mjedisore, ne sot prodhojmë, kemi një vlerë, një produkt, një biostimulant më i miri ndoshta në Europë. Që po i bën fermerët të jenë shumë më të kënaqur me impaktin që i kanë nga ky se sa nga fondet publike që ato marrin. Ndaj parë është kocka, zoti Zusi, apo produkte që dalin nga industria e mishit. Ato çfarë nuk e konsumojnë njerëzit, ne japim këto lloj formet dhe fermerët sot më shumë fitojnë nga përdorimi i këtyre produkteve se sa nga fondet që jep shteti. Dhe ne këtë duhet bëjmë në fakt.
që duhet që fermerin ta çojmë që tjetë i qëndrueshëm dhe konkurrent në punën e tij, jo në sajt të fondeve, por në sajt të inovacionit që ne i vëmë atij në dispozicion. Natyrshëm nuk kemi se pse e privojmë nga fondet, për sa kohë ai duhet konkurroj me produkte të subvencionuara që vijnë nga jashtë, por çdo fermer do ishte më i lumtur në botë që rezultatin e tij, lumturinë e tij të arrijë në sajt të punës vetë dhe të elementëve të tregut dhe jo në sajt të aplikimeve. Potenciali është realisht aty. Sepse potenciali është aty. Gjitha Vaj u Lirit në zonat zakonshme, si vjetë, po shitet me 6.000, 6.500 lek, 7.000 lek, ato që po përdorin produkte organike të prodhuara tashmë në Shqipëri, po e shesin me 12.000 lek. Këtë dojnë ata. Dhe kam shtypjen është eksporti, apo tregu mund tjetë edhe shqiptar? Eksport, po shkon në Amerikë. Kjo tregon investimin e zgjuar se si kjo do të thotë që ne i kemi modelet, i kemi mundësirat dhe gjërat mund bëhen që ne të shkojmë nga A-ja tek Z-ja, të shkojmë nga nishi deri në fund fare. Duhet mbështetur më shumë. Por duhet punojmë me inteligjencë, duhet punojmë smart, duhet kuptojmë çfarë duhet të bëjmë ne këtu. Ne importojmë 50 milion euro inpute apo 100 milion euro inpute bujësore. Çfarë na pengon ti prodhojmë këtu? Çfarë na pengon ti prodhojmë këtu? Çfarë duhet bërë? Si duhet ta nxisim këtë sektor? Është investim i madh apo thjesht do pak njohuri? Mençuri. Janë gjëra krejt të thjeshta. Unë nuk sugjeroj me shpik rrotën. Rrota është aty. Ne të themi çfarë është kjo, nga se prodhohet, cila është lënda e parë, cila është teknologjia, bëhet një studim, siç shoheshin dikur. Shoheshin njerëzit, shifeshin teknologjitë dhe jepet orientimi dhe thuhet 3 kompanitë e para që do prodhojnë superfosfatin, po ja fuskot, 3 kompanitë e parë që do prodhojnë superfosfatin, 50% investimit e kanë falas dhe për 5 vjet nuk kanë taksa. Sigur se u bë. Kjo është mënyra se si nxit politika fiskale. Dhe fillojnë e bëjnë. Kur ta kenë bërë hiqja ti subvencione, hiqja mbështetjen. Maleve 10 vjet pa taksa. Por e njëjta gjë mund bëhet në sektor të tillë. Në sektor të tillë. Mirë, po çfarë bën kjo? Një produkt që i bën 400-500 euro, se aq bëjnë inputet, ka 100 euro vetëm kosto transportit për ta sjellë nga Italia, po e sollen nga Hollanda shkon 150. Pra, në 400 euro, ti i shton edhe 100 euro tjera, i ke shtu 25% kosto. Po tjetë 150, po tjetë produkt nga Hollanda, i ke shtu 30% euro kosto. Si do konkurroj kjo tani? Si do konkurroj? Kur fermeri italian e blen me 400 euro, kjo duhet ta blej me 500. Vetëm transportin po marrë. Nuk po fus pastaj edhe ndërmjet si tregtarët e tjerë. Ndërsa kur ti ja bën fabrikën këtu, ai merr direkt nga fabrika. Sigurisht, me kosto shumë të ulta. Me kosto shumë të ulët, pa kosto transportit, dhe duke dalë në inpute bujësore 30%, 40% më ulët, ai fillon e bëhet konkurrues. Dhe më shumë subvencione, akoma më shumë konkurrues. Dhe nuk ka nevojë fare për subvencione, nuk ta kërkon më subvencionin ai. Nëse është i shëndosh financiarisht, është i shëndosh financiarisht, nuk pret ai më subvencionin. Meqense kaluam tek fermerët, zoti Zusi, tema ose pyetja radhës është përfshirja e tyre në skemë. Mund të kalojmë edhe tek fasonet, edhe tek mineralet ku dushti e njëjta logjika. Logjika është e njëjtë, por tek fermerët ka edhe një risi në paketën fiskale këtë vit, 10% përfshirja e tyre në rimbursimin e TVSH-s në 10%. Ka pasur eksperimente pafund, 6%, 20%, 0%, tashmë 10%. Është një veprim i mirë që jo vetëm i ndihmon ata, po edhe në një farë mënyrë sektorin e formalizon. Sektori bujqësisë ka informalitetin më të lartë në ekonominë tonë. Vlerësoj dëshirën e kryeministrit për ta zgjidhur problemin, por më vjen keq që teknicienët përsëri prodhuan një skemë të dështuar dhe thjesht po zgjasin edhe me një vit tjetër agoninë, se nuk ka për të funksionuar. Do ndryshohet prapë. Dhe mbas një vitit do detyrohen për ta ndryshuar prapë, shpresoj. Mbas një vitit ju vinë më. Ku mund të jetë problemi? Po problemi është shumë i thjeshtë, Marbur. Kush do ta paguajë? Tani ky produkti kur shitet në fund te klienti, TVSH-ja që duhet i paguajmë shtetit është 20%. Po. Tani këtij fermerit i themi ne do të t'japim 10%. Ky do e shesi dikun në treg. Këtë 10%, sepse në fund do paguhet 20%, këto 10% këtu do e paguaj fermeri, do e paguaj grumbulluesi
apo do e paguaj konsumatori. Konsumatori nuk e paguan sepse konsumatori, kur ka një domate 1.000 lek dhe një domate, që i thot domate shqiptare, 1.100 lek, do blej këtë domate 1.000 lek. Që do e blej 1.100? Por derisa është e njëjta, s'ka arsye. Pra, por derisa është e njëjta domate për domate, ky nuk ka pse ta blej 10% më shtrejt. Dhe e përjashtuam që konsumatori e paguan këto 10%. Atëherë kjo do ndahet... Do paguajnë tatimet, por kostoja nuk e dim. Po jo, si pagesë të tjera të bëjnë. Mirë më mirë, tatimet do japin 10%, po 10% tjetër kush do e paguajë? Se do paguhet ky 20% mbi atë lëndën e parë që ju dha grumbullusit, apo supermarketit, apo fabrikës. Lënda e parë duhet shkoj tek ai me 20%, dhe ai paguan pastaj 20% e vlerës që i shton vetë. Në momentin që lënda e parë, qoftë tregtarit, qoftë supermarketit, qoftë fabrikës, do t'i shkoj me 10%, ai po e blen direkt me 10% minus. Ai qysh momentin e blerjes. Në qoftë se e bleu domaten 500 lek, dhe e shet prap 500 lek, ai ka humbë 50 lek. A bën vaki kjo? Qa skemet është kjo? Që ta blesh një produkt, ta blesh një produkt 50 lek, ta blesh me të njëjtin çmim dhe ta shesish me njëjtin çmim dhe të dalish 10% humbje, ku është parë kjo skem financiare? Po cila është skema më e mirë? Si duhet bëhet më saktë? Duhet të jetë e barazuar? Atëherë, produkti do të shkojë me 20% tek grumbulluesi. Po. Tani çështja është këtë 20%-shin. Do ta detyrojmë fermerin që ta paguaj, do i themi ti do ta paguash, s'ke qa bën, edhe pse shet një pul, edhe pse shet një vez, edhe pse shet 300.000 lek qumësh në muaj për të mbajtur frymën, për të mbajtur familjen, ti do më paguash mu 20%, gjë që s'ka për të ndodhur, sepse kur i ka gjithë kanalet e informalitetit hapur, a i s'ka pse ta shesi me fatura, a i shet pa fatur, dhe nuk ta pagu 20% që në ty, pra e merra 300.000 lekë që në fut në gjep, në vënd që të marri 250, sepse duhet 20, sepse duhet 50 me t'i dhanë ty. S'ka interes. S'ka interes, nuk ka interes, dhe e ka mundësin për t'a shitur pa fatur, sepse janë kanalet për t'a shitur. Ose i themi fermerit, dhe kjo është zgjuarësia, i themi fermerit, ti gjdo produkt që do e shesësh me fatur 20% tek ai, por 20% që në të vëshës ato faturat, po e them në parim, pastaj teknikisht, po ta them edhe teknikisht, jo, e them edhe teknikisht se si zgjidhet, këtë 20% që unë do të ta kthej mbrapsht. Pra në qoftë se ti do bësh në fund të sezonit, në fund të 6 mujorit, se mirë është mu bë gjdo 3 mujor ose gjdo 6 mujor maksimum, pra si që janë sezonet. Këtë gjdo 6 muaj të ta bëjnë të ti. Po, atëherë, ti do më sjellësh mu gjithë faturat e shitjes, do më sjellë, po, shite merë faturë. Po, më sjellë edhe faturat e blerjes, do të të vë edhe një koeficient, një raport ndërmjet tyre që i faturat e blerjes, në qoftë se ke, po themi, 100.000 lek fatura blerjet, atëherë ti do kesh 400.000 lek fatura shitjet, sepse normalisht doja 4 fishosh vlerën kësaj gjës. Dhe mbi bazën e këtij raportit, unë kuptoj që ti je korrekt, je ndershëm, po më lvizi shumë ky raport, unë të fus në verifikim. Dhe për këto 400.000 lekë e shitjes, ti do marrësh 20% mbrapsht. Madje, mund t'japim edhe diçka më tepër. Po, dhe ai do t'i deklaroj të gjitha. Është detyruar të shes me faturë. Është detyruar të shes me faturë. Ky industrialisti është i kënaqur 100% sepse e mori TVSH në blerje. Dhe ky merr parat mbrapsht të TVSH-s. Dhe ne në këtë mënyrë nuk kemi bërë asgjë tjetër, por e kemi barazuar fermerin me çdo biznes të vogël në qytet, të cilit nuk i kërkojmë asgjë sot. Po. Ne çdo biznesit vogël, 90.000 bizneset vogla që kemi të regjistruar në qytet, ne i themi ti do paguash 0 deri në 2029. Ndërsa fermerit i themi ti zoti fermer, që shqyqyr që të kemi, e shqyqyr që po na arrin atje, ja, ti për çdo gjë që do shesish do më paguash mu 10%. Sepse ai do ta paguaj 10%. Si do e paguaj 10%? Do e paguaj se ky që do ja blej produktin, do ja uli në çmim për ta kompensuar. Për ta kompensuar në krahun tjetër. Pra, ai e pagoj në fund fare.
Nuk e pagoj fizikisht, nuk e pagoj në bank, nuk e pagoj tek tatimet, por e pagoj sepse ky që ja blen 10% më pak. E paguan me çmim më të ulët. E paguan me çmim më të ulët. Dhe ne e demotivuam këtë. Një problem tjetër, zoti Zusi, kam përshtypjen e kësaj skeme, është në një farë mënyrë diskriminimi. Jo të gjithë fermerët përfitojnë. Përfitojnë vetëm ata që patjetër e kanë niptin dhe shesin tek grumbulluesit, tek përpunuesit, tek agroturizmet. Një fermer që shet në një treg, i cili mund të jetë licencuar nga bashkia e një qyteti X, ai nuk përfiton. Bravo. Tani erdhëm tek ana teknike. Në momentin që eram parimisht dakord që këtë 20% bazuar në fatura, bazuar në një skem, në një korelacion të caktuar, ne do t'ja kthejmë mbrapsht fermerit. Ne këtë skem ja japim qendrave të grumbullimit, ja japim supermarketeve, ja japim industrive dhe i themi gjitha këto fatura, fermerët, 200.000 fermerët, nuk do të mi sjellin tatime. Do t'i sjellin tek ty. Në momentin që ti do blesh produktin, ai do të të sjelli këto lloj faturash. Po. Ti do i bësh faturën një totale. Po, totale. Do bësh verifikimet e faturave dhe do ja japësh ti 20% këtij. Për këtë shërbim që ti po bën, unë do të të njoh 2% komision si agent i imi. Po. Dhe këtë 20% fermeri e merr direkt në dorë në momentin e blerjes, nuk ka zvonesa asgjë fare, e merr direkt në dorë. Ndërkohë që industrialisti, supermarketi etj, këto fatura i mbledh me relacion, me verifikimet që ka bë, ja çon tatimeve dhe i zbret, nuk ka nevojë me kërkuar rimbursim. Thjesht i zbret nga TVSH-ja vet, e zbritshme. Shteti sa herë të doj me i kontrollu, organi tatimor sa herë don me e kontrollu, shkon dhe i kontrollon. I ke mbajt në rregull ti këto gjëra, ke bërë kryqëzimin e faturave. Pra, në një farë mënyrë, për kundrejt një 2% që po themi, ka edhe një kontroll mes njëri tjetrit. Ka edhe një kontroll mes njëri tjetrit, pra ne e kemi transferuar kontrollin atje dhe ne kontrollojmë kontrollorët. Sa shanse, zoti Zusi, ka që të realizohet një skemë e tillë, përderisa kjo aktualja sërish sipas jush nuk është se është efektive? Po na thirrën në tryez. E japim si mendim. E japim si mendim. Jemi të gatshëm edhe të ulemi 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, një javë, se një javë duhet më tepër për ta shkruar, e për ta kolauduar, e për ta testuar me njëri tjetrin, për ta testuar domethënë në formën e debatit, për të parë nëse skema mund të rrjedhë diku, sepse e thënë kështu për mu funksionon 100%, por gjithsesi duhet parë nëse ka diku një rrjedhje dhe thuhet pastaj që okay, nëse ka rrjedhje, prapë mblidhemi për ta riparuar rrjedhjen. Dhe kjo skem nuk don më shumë se një javë, edhe për ta konceptuar, edhe për ta shkruar nga pikpamja e akteve ligjore që janë të domosdoshme, se do bësh një ndërhyrje në një ligj, do bësh ndërhyrje në VKM, do bësh një ndërhyrje, do bësh një udhëzim. Sigurisht. Etj, do ndërtosh një infrastrukturë për ta bërë këtë punë. Por të gjitha këto një grup punet me 7-8 veta, të gjitha këto një grup punet me 7-8 veta nuk ka nevojë për më shumë se një javë dhe kjo punë bëhet. Dhe çfarë kemi bërë? Në këtë mënyrë fermeri nuk del më as tek tregu. Ai do shkoj këtu, do shkoj atje ku merr 20%. Duke shkuar aty, ne i themi pak më vonë që të marrësh 20%, mos i çik edhe certifikatën e agronomit që të ka ndjekur. Sepse unë nuk ta marr ty dot, ose s'ta jap 20% në qoftë se ti nuk më sjell certifikatën e agronomit. Ta marr, por nuk merr 20%. Po nuk më soll edhe certifikatën e agronomit që ta ka ndjekur. Kushtohet edhe siguria pastaj. Dhe këtu shtohet edhe siguria ushqimore. Ana tjetër, në momentin që kjo futet në qarkun ekonomik një herë, sepse bëhet fatura që ju fut, kjo do shkoj deri në fund. Se ai që e bleu, o do bëj faturë që ja ka dhënë një tregtarit dhe e ka shit te konsumatori, do të pastaj shkon e ndjek atje, e ka shit se ka shit, ose do e çoj në një restorant dhe restoranti kur shkoj me u furnizu, nuk mundet me i thanë ma jep pa faturë, se do të thoj po unë ku ta çoj. Është detyruar. Unë e kam bërë hyrje, unë jam i detyruar që ta bëj dalje. Dhe në këtë mënyrë ti fillon e mbledh më shumë para në gjithë zinxhirin tënd. Pavarësisht se duket sikur kthem pak. Po pra, dhe ti një produkt që ushit në fillim me, po themi me 500 lek, dhe ti dhe 100 lek ati mbrapsht, ati fermerit, në fund fare, ti kur të shkoj në fund zinxhirit ai produkt, kur shkoj në restorant, ajo domatja do shitet me 3-4 mijë lek kur të shitet sallat.
dhe ti do marrësh 20% e 3.000 lekshit. E asaj vlere. E asaj vlere, ti do marrësh 20% e 20.000 leksh, e 3.000 lekshit, do marrësh 600 lek. Pra për 100 lek që i dhenë në hyrje të zinxhirit, ti do marrësh 600 lek në fund zinxhirit. Kështu që kjo është një situatë fitojnë gjithë. Fiton fermeri, fiton konsumatori, sepse do marri produkt sigurt, fiton konsumatori sepse nuk abuzohet, sepse sot, duke ushitur në mënyrë abuziviste, një produkt që del nga fermeri me 500 lek, shitet edhe me 2.000 lek. Po kur qitet gjithçka me faturë, ky ekspozohet ndaj tatimeve. Ky që është 2.000 lek. Ky ekspozohet se ashtu e shit 3 fish. Edhe ky mbas një viti ti thuhet hajde çik këtu bukurosh, kush je ti? Ti shet 3 fish djerse në atij tjetrit. Pra fiton edhe konsumatori se do ketë një reduktim, do ketë një çmim të ulët, ose do fitoj fermeri se do ja marri me çmimin e ndershëm fermerit. Dhe do kemi një fermer më të kënaqur. Tregu, duhet vendos tregu tek e fundit. Fiton konsumatori sepse do kemi sigurinë ushqimore. Fitojmë të gjithë ne sepse do na dalin nga tregu njerëzit që na futen mes këmbëve në mënyrë evazioniste. Dhe ne s'marrim vesh, unë punova, po unë s'fitova asgjë. Pse? Sepse është konkurenca e pandershme. Në këtë mënyrë, këto njerëz o do dalin nga tregu, dhe do shkojnë punojnë për ato që punojnë ose do rregullohen. Ose do rregullohen, do bëjnë edhe ato konkurrues dhe krijojnë një ekonomi konkurruese. Të shpresojmë, zoti Zusi. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit edhe nga ju.